vendimin e qeverisë së Shqipërisë për me e ndërprej TikTokun? Nuk do të thoja që ndalimi i një platforme sociale, qoftë edhe TikToku, është zgjidhja më e mirë. Vendimin e qeverisë së Shqipërisë për me e ndërprej TikTokun, a mendoni që është zgjidhje, apo mendoni që duhet me shku ka edukimi dhe standardizimi të gjitha rrjeteve sociale? Po Kreshnik, sot shoqënia globale është duke shku nga digitalizimi dhe përdorimi i platformave sociale, kështu që ne dashtëm jemi pjesë e kësaj shoqënie globale dhe sado më pak ose më shumë të zhvilluara vendet që janë duke i përdorur me të madhe këto platforma. Prandaj edhe ndalimi i platformës jo domosdo është edhe zgjedhja më e mirë, gjithsesi duke mos e anashkaluar çështjet që ndërlidhen me sigurinë nacionale, që pastaj kanë të bëjnë direkt me politikat shtetërore të secilit vend. Nuk edhe qeveria e Kosovës, domethënë vitin e kaluar veç kanë nxjerrë një vendim që ka ndaluar përdorimin e TikTokut në rrjetin publik, domethënë në rrjetin e institucioneve publike, por vendimi i Shqipërisë në këtë rast është më shumë që është ndërlidh me këto rastet e fundit të sulmeve që i patën, dhe unë përsëri e konsideroj edhe për nga aspekti i bazës ligjore që e ka për punimin e dhënave personale nga rrjetet sociale, përfshiktu edhe TikTokun, që e krijon një siguri jo pak të madhe, domethënë jo pak të vogël, por ka një siguri bukur të mirë në qoftë se ato zbatohen në mënyrë të drejtë dhe ashtu siç parashihen me legjislacionin fuqi apo me rregullativen evropiane të mbrojtjes së të dhënave. Prandaj në parim nuk do të thoja që ndalimi i një platforme sociale, qoftë edhe TikToku, është zgjidhja më e mirë.